Që pas zgjedhjeve vendore të 8 majit me zgjidhjen e së mërkurës u mblodh Këshilli i Qarkut të Tiranës ku u zgjodh kreu dhe antarësia drejtuese e tij. Në bazë të rregullores, mbledhjen e parë drejton kreu i bashkisë. Në fjalën e hapjes, kreu i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha tha se rëndësi madhore e punës mbetet përmbushja e interesave të qytetarëve, duke patur në qendër bashkëpunimin mes palëve. Dhe janë pikërisht këto interesa afatgjatë, të cilave Qarku duhet të shërbejë me devotshmëri, duke qenë një institucion që përfaqëson nëpërmjet zgjedhjeve vendore të Qarkut të Tiranës interesat të gjithë komunave dhe bashkive dhe harmonizon vetvete përqasjen që ne duhet kemi për të siguruar një mbarvajtje të punëve. Vetëm duke punuar së bashku, ne mund të çojmë përpara projektet ambicioze, vizione largpamës, për cilën jemi përkushtuar para zgjedhjeve tani në 8 maj. Këshilli ka vijuar me përzgjedhjen e drejtuesve ku përmes votës së fshehtë në drejtimin e Qarkut është rikonfirmuar drejtuesi aktual Tasim Mema, i cili ishte kandidatura e vetme i propozuar prej të djathtës. Ai mori 71 vota pro, 3 abstenime ndërsa 1 vot kundër. Po ashtu gjatë mbledhjes u votua edhe për anëtarët e kryesisë së Qarkut i përbërë prej 9 anëtarësh, ku shumicën sërish e ka mazhoranca PD-LSI. Këshilli i Qarkut të Tiranës ka në përbërje 84 anëtar, ku mazhorancën e ka Partia Demokratike me 50 anëtar, opozita 13 anëtar, LSI 7 anëtar, 1 anëtar është i pavarur ndërsa vendet e tjera janë për partitë e vogla.